Konferencën e kryetarëve mes Gazmendbardhit dhe Elisa Spiropalit. Demokrati ka akuzuar mazhorancën për vjedhje të zgjedhjeve. Kjo është seanca e parë që mbahet pas 11 majit me deputetët aktual që do të vijojnë punën deri më 9 korrik. Shpërthim eksploziv në rrethimin e burgut të Fushkrujës. Policia bën me dije se lënda plastëse e krijuar në mënyrë artizanale ishte vendosur pranë gjeneratorit të këtij burgu. Ngjarja ka shkaktuar panik dhe alarm për sigurinë e burgut, ndërsa nuk ka të lënduar. Qeveria shqiptare ka miratuar vendimin që i hap rrugë rikthimit në shërbimin aktiv të ushtarakëve në rezervë. Vendimi ka për qëllim të plotësojë nevojat e forcave të armatosura me personel të kualifikuar dhe të forcojë kapacitetin mbrojtëse të vendit. Administranta e Donald Trump ka marrë një goditje të fortë nga gjykata tregtare federale amerikane në New York. Vendimi i saj hedh poshtë tarifat për Bashkimin Evropian. Të vetme tarifa do të jenë ende në fuqi, janë ato të çelikut dhe aluminit. Ndërkohë Elon Musk largohet nga roli i tij qeveritar si këshilltar i lartë i presidentit Donald Trump. Zonja dhe zotrin, mirë se erdhët në këtë edicion informativ. Unë jam Aurora Sulçe dhe ju njoh me zhvillimet kryesore deri më tani. Helmimi i fëmijëve në një kopsht në Gram solli shumë reagime për ushqimet që konsumojnë fëmijët në kopshtet publike. Autoriteti kombëtar i ushqimit ka dalë me një përfundim për këtë ngjarje. Mario Brakaj, kolegu ynë, e kemi në lidhje të drejt për drejt. Mario, përshëndetje. Cili është qëndrimi i AKU-s lidhur me ngjarjen e Gramshit, por edhe le të themi atë që me të drejtë është tashmë një shqetësim publik lidhur me mënyrën dhe sigurinë e produkteve që konsumohen në kopshtet shqiptare. Atëherë, pas analizave të kryera në Institutin e Sigurisë Ushqimore dhe Veterinare për mostrat e marra nga ushqimet të cilat janë konsumuar edhe nga fëmijët në kopshtin numër 1 në qytetin e Gramshit, rezulton se në ushqimet si vezë, qumësht apo edhe kofsha pule, të cilat janë analizuar, nuk rezulton përmbajtje e salmonelës. Ishte bakteri për cilin u dyshua se ishin kontaminuar ushqimet dhe më pas çoi edhe në problemet shëndetësore të fëmijëve në kopshtin numër 1, por të paktën sipas analizave paraprake të AKU-s, duhet thënë që janë analiza ende paraprake sepse vazhdohen që të merren mostra nga ushqime të shërbyera në kopshtin numër 1 dhe do të ketë ndoshta një rezultat përfundimtar në ditët në vijim. Ne kontaktuam edhe ditën e sotme me përfaqësues të autoritetit kombëtar të ushqimit, qoftë në drejtorinë e përgjithshme në Tiranë dhe atë rajonale Elbasan, ku u konfirmua se po vijohet me analizimin e mostrave në laboratorin e Jusuf dhe në ditët në vijim, ndoshta brenda kësaj jave, do të dilet në përfundimin nëse kontaminimi dhe më pas infektimi i fëmijëve ka ardhur nga salmonela apo nga baktere të tjera të ngjashme. Por rezultatet paraprake tregojnë që dyshimi kryesor i cili ishte i mbështetur i orientuar tek përmbajtja e salmonelës në ushqime deri tani është rrëzuar, kështu që do duhet që të analizohen mostra të tjera për të dalë në përfundimin se nga çfarë është shkaktuar helmimi i fëmijëve në kopshtin me 70 fëmijë total, 17 prej të cilëve patën komplikacione shëndetësore. Ndërkaq, Mario, duket se siguria ushqimore është një problem madhor për Shqipërinë, në kushtet kur të paktën në muajt e fundit kemi pasur disa raste të përsëritura të uljes apo prekjes së fortë të sigurisë ushqimore në produktet që konsumojmë. I referohemi qumshit me aflatoksin, i referohemi luleshtrydheve me pesticide, i referohemi filetove të mishit të pulës me salmonel. Si po trajtohen raste të tilla dhe në këndvështrimin tënd, duke njohur edhe çështjet e tjera ekonomike apo ecurinë e konsumit që na i mundson si shifër instat, ka ndikuar kjo në konsumin e këtyre produkteve, ka shkaktuar një farë trembje, një farë tërheqje nga ana e konsumatorëve? Po, duke qenë se bëhet fjalë për konsume të shportës bazike, pra për konsume të cilat në një farë mënyrë janë gati të pashmangshme, sepse janë konsume të përditshme, nuk ka një lloj rënje të konsumit, po thjesht ka një lloj kujdesi që konsumatori po tregon në përzgjedhjen e produkteve, përgjithsisht po përzgjidhen më shumë produkte, le të themi të markave të verifikuara, përgjithsisht produktet italiane, në një farë mënyrë ka pasur një lloj evitimi të produkteve, një lloj shmangje të produkteve vendase, veçanërisht ato të bulmetit, por edhe të produkteve të importuara nga rajoni, ndërkohë që i vetmi reflektim që ka ardhur nga autoritetet shtetërore, në këtë rast nga autoriteti kombëtar i ushqimit, ka qenë dorëheqja e drejtorit drejtorisë
rajonale të Tiranës zotit Pasholli, ndërkohë që vazhdon puna e Inspektoratit Qendror për të bërë një lloj riformatimi tërësor të autoritetit kombëtar të ushqimit. Pra ne mund të kemi në vijim kalimin nga një autoritet kombëtar të ushqimit në një inspektorat mirëfill. Pra do të kemi një lloj zhbërje totale të strukturës së akuz dhe kalimin në një formë të një inspektorati. Paktën le të themi kjo është formula me cilën qeveria po përpiqet që të shuaj të gjitha këto problematika të cilat kanë ardhur në rritje dhe në një farë mënyrë kanë cënuar sigurinë ushqimore të qytetarëve shqiptar, por edhe imazhin e Shqipërisë në arenën europiane, pasi kapitujt e negociatave vazhdojnë që të jenë të vështirë për të hapur në drejtim të sigurisë ushqimore. Shqipëria vazhdojnë që të ketë problematika të theksuara, konfirmoi progres raporti i Komisionit Evropian për vitin 2024 në drejtim të sigurisë ushqimore, ndaj puna që duhet bërë është edhe më e madhe nga çka është bërë me qëllim mbylljen e të gjithë kapitujve brenda vitit 2027, siç është edhe qëllimi dhe objektivi i qeverisë së Shqipërisë. E në fakt, Mario, siguria ushqimore pretendohet dhe mendohet nga ekspertët që njohin si çështjet ekonomike ashtu dhe ato të integrimit, që do të jetë një ndër kriteret më të vështira për të përmbushur nga Shqipëria, jo vetëm në parafrimin e legjislacionit, por në atë që është më e rëndësishme, as zbatimit në terren, në tregun e gjerë për konsumatorët, pasi kjo do të kërkonte edhe një adaptim nga ana e bizneseve dhe operatorëve që ofrojnë shërbim në zinxhirin dhe transportimin e produkteve ushqimore. Gjithsesi, një tjetër zhvillim i rëndësishëm ka qenë mbledhja e dieshme e qeverisë, janë marrë në miratim disa vendime të rëndësishme. Kujtojmë vetëm njërin prej tyre, atë që kemi transmetuar dhe gjatë ditës së sotme, që është rikthimi i ish ushtarakëve në rezervë në shërbim në rast se do të ketë nevojë. Të lutem shkurtimisht se mund ta informosh edhe për tjera vendime të rëndësishme që kanë kaluar diën me firmën e Këshillit Ministrave? Po, kemi vendimin i cili hap rrugë rikthimit të 2100 ish ushtarakëve, të cilët kanë pasur grada të ndryshme dhe kanë shërbyer në forcat e armatosura të Republikës së Shqipërisë, por që tashmë e kanë përmbushur në një farë mënyrë misionin e tyre dhe janë duke kryer aktivitete të tjera, janë të punësuar diku. Ata mund të rikthehen në forcat e rezerviste, do të jenë 2100 anëtar, të cilët do të kenë një shërbim prej 60 ditësh në totalin e një viti, për cilin do të paguen. Ditën e dieshme Këshilli i Ministrave ka marrë edhe vendimin që i hap rrugë propozimit që kishte ardhur më herët nga Ministria e Mbrojtjes, ndërkohë që i është hapur gjithashtu ditën e dieshme vendimi KAJOS, që është agjencia ushtarake tashmë e cila do të bëjë edhe industrializimin ushtarak, rivitalizimin e gjithë industrisë ushtarake shqiptare, e cila do të ketë edhe uniformat e saj të posaçme, nuk do të jenë uniforma të cilat përdorin forcat e armatosura, por do të jenë me logon e KAJOS dhe i është dhënë dritare jeshile që agjencia shtetërore e prodhimit dhe tregtimit të armëve të mund të bashkëpunoj dhe të bashkëveproj me industria apo me sipërmarrje private me qëllim garantimin e uniformave shtetërore. Gjithashtu ditën e dieshme ka pasur edhe vendime të cilat i hapin rrugën rijetësimit të ish kombinatit metalurgjik dhe jo vetëm në kombinat në qytetin e Tiranës, i cili do të kthehet në një park eko-industrial. Është një financim në vlerën e 600 milion eurove në total. Një pjesë e financimit do të vinë nga Bashkimi Evropian, një pjesë tjetër nga Banka Botërore dhe pjesa tjetër që mungon nga pala e qeverisë së Shqipërisë. Do të kemi një ekopark industrial që do të thotë që do të kemi industri automotive, do të kemi industri të prodhimit plastikës, industri të prodhimit materialeve të ndryshme të cilat kryesisht do të shkojnë për eksport, por që sigurisht prodhimi i tyre do të jetë tërësisht ekologjik dhe në përshtatje me ambientin. Gjithashtu edhe ish metalurgjiku i Elbasanit gjithashtu do të kthehet në një park eko-industrial, po ashtu edhe ish azotiku në qytetin e Fierit. Ndërkohë që i është dhënë drita jeshile edhe disa projekteve, të cilat tashmë po zhvillohen me formulën tokë shtetërore, e cila i jepet privatit me qëllim zhvillimin e tyre, siç është Pallati i Sporteve Aslan Rusi, i cili do të kthehet në një model të ngjashëm me stadiumin Air Albania, do të zhvillohet nga një kompani private, por prona në fund do t'i mbetet shtetit. Po ashtu edhe e njëjta formulë do të përdoret edhe për stadiumin Dinamo Selman Stermatsi, i cili jo vetëm stadiumi dhe fusha e futbollit, por edhe hapësira përreth, ku është e përbërë nga njësi banimi, njësi tregtare, do të rjetësohet dhe do të vihet në shërbim të bizneseve, të qytetarëve, por me përmasa shumë më të mëdha se sa nga është aktualisht. Mario Brakaj, të falenderoj për të gjitha informacionet.
Ndërkaq do ndalemi tani tek zhvillimet që na vijnë nga kuvendi aty ku në orën 12 pritet të nisë dhe seanca plenare e para pas zgjedhjeve të 11 majit. Ka nisur me debate konferenca e kryetarëve që i paraprin kuvendit me Partinë Socialiste dhe Partinë Demokratike. Përse këto debate kemi tani në një lidhje Anesti Bariamema. Anesti, përshëndetje. Çfarë ka ndodhur? Debate mes Gazmend Bardhit dhe Elisa Spiropalit. Kush ka qenë fokusi? Ka qenë Gazmend Bardhi, i cili ka krijuar debatin në mbledhjen e Konventit Kryetare, pasi socialistët nuk kanë reaguar sa i takon akuzave të demokratëve dhe kanë vijuar vetëm me agjendën e tyre, ku ka qenë qëndrimi i prerë se do të vijojnë të punojnë në kuvend qetësisht dhe nuk do të ndikohen nga asnjë akuzë e demokratëve. Gazmend Bardhi ka hedhur akuza të ndryshme sa i takon rendit të ditës të miratuar nga Zënia Spiropali, ku sipas tij është jashtë lishme ky miratimi i rendit të ditës, pasi nuk ka asnjë diskutim jashtë tij për paktën 60 minuta si shkërkojnë demokratët. Nuk ka asnjë pikë që nuk ka ndodhur asnjëherë, ka thënë zoti Bardhi, që në një seancë plenare të mos ketë diskutime jashtë rendit të ditës, por siç e tham edhe më herët, në këtë renditje ditën e sotme ka vetëm 2 pika: miratimi i profesor Zerbalit dhe miratimi i kalendarit të punës në 5 javët vjuse të parlamentit. Pas konferencës kryetare, e cila është mbyllur pa një vendim, pasi nuk është miratuar kalendari i punëve të kuvendit për 5 javët e mbetura që do të miratohet në seancë plenare, demokratët kanë dërguar një kërkesë urgjente e Elisës Spiropalit për ndryshim në rendin e ditës dhe kërkojnë që të ketë paktën 60 minuta kohë diskutime jashtë këtij rendi dhe të fokusohen tek ajo që ata duan, tek zgjedhjet e 11 majit, ku thonë se është kryer një masakër elektorale apo farsë zgjedhore. Ndaj dhe pak minuta më parë zoti Bardhi ka firmosur dhe një letër drejtorit Spiropalit ku kërkojnë që të ketë diskutime jashtë renditës. Dhe nuk dihet ende nëse kjo letër do të merret, ky dokument do të merret parasysh nga Spiropali për të miratuar këtë kërkesë të demokratëve, e cila është bërë në minutat e fundit. Anesti Bariamema, të falenderoj për gjitha informacionet nga kuvendi i Shqipërisë dhe punë të mbarë në vijim. Elon Musk largohet nga roli i tij qeveritar si këshilltar i lartë i presidentit Donald Trump. Sipërmarrësi miliarder njoftoi vendimin e tij në faqen zyrtare në rrjetin social X. Dorëheqja erdhi një ditë pasi Elon Musk kritikoi pjesën qendrore të agjendës legjislative të Trump, duke shprehur zhgënjim për atë që presidenti e quajti projektligjin e tij të madh dhe të bukur. Musk donte të gjeneronte $1 trilion në shkurtime shpenzimesh me projektin e tij, por deri më tani ai nuk ja ka arritur qëllimit. Situata e burokracisë federale është shumë e keqe nga sa mendoja, sa ai për gazetën Washington Post. Mendova se kishte probleme, por është një betejë e vështirë, për të thënë të paktën, për të përmirësuar gjërat në Washington, theksoi Musk. Administrata e Donald Trump ka marrë një goditje të fortë nga gjykata tregtare federale amerikane me qendër në New York. Vendimi i saj jeth poshtë tarifat që Donald Trump shpalli në fillim të muajit prill për Bashkimin Evropian. Të vetme tarifa që do të jenë ende në fuqi janë ato të çelikut dhe aluminit. Donald Trump ka marrë një goditje të fortë nga gjykata amerikane. Gjykata federale tregtare i ka mohuar presidentit amerikan autoritetin për të vendosur tarifa të gjera sipas ligjit të emergjencës. Tarifat në fjalë do të shfuqizohen dhe zbatimi i tyre do të ndalohet përgjithmonë, thekson vendimi i gjykatës, e cila është përgjegjëse për tregtinë ndërkombëtare në New York. Në vendimin e saj, gjykata tregtare zbuloi se presidenti ka tejkaluar autoritetin e tij, duke vendosur detyrime të përgjithshme për importet nga partnerët tregtar të SBA-s. Gjykata e tregtisë ndërkombëtare tha se kushtetuta e SBA-s i jep Kongresit autoritet ekskluziv për të rregulluar tregtinë me vende të tjera që nuk ka përcjellë nga fuqitë emergjente të presidentit për të mbrojtur ekonominë e SBA-s. Gjykatësit urdhëruan gjithashtu administratën Trump të lëshojë urdhra të rinj që pasqyrojnë urdhrin e përhershëm brenda 10 ditëve. Administrata Trump pak minuta më vonë paraqiti një njoftim apeli dhe vui në dyshim autoritetin e gjykatës. Gjykata shfuqizoi me efekte më njëhershëm të gjitha urdhrat e Trump për tarifat që nga janari, të cilat ishin të rrënjosura në aktin ndërkombëtar të fuqive ekonomike emergjente, një ligj që synonte të trajtonte kërcënime të pazakonta dhe jashtëzakonshme gjatë një emergjencë kombëtare. Megjithatë, tarifat për çelikun, aluminin dhe makinat nuk u hoqën. Ato nuk u vendosën për shkak të një emergjence. Kjo do të thotë që prodhuesit gjerman të makinave vazhdojnë të preken nga tarifat. Vendimet e gjykatës së tregtisë ndërkombëtare me qendër në Manhattan, e cila shërton mosmarrveshjet që përfshin ligjet ndërkombëtare të tregtisë dhe doganave, mund të apelojnë nga gjykata e apelit të SBA-s për qarkun federal në Washington DC dhe përfundimisht në gjykatën e lartë të SBA-s.
Megjithatë, pas vendimit të gjykatës, dollari amerikan u vlerësua përsëri, si kundrejt frankës zvicerane, një monedë tradicionale e sigurt, ashtu dhe kundrejt yenit japonez. Pati nga zëllimi në tregjet e aksioneve me kontratat e ardhshme të aksioneve amerikane, të cilat pasojnë zhvillimet e ardhshme në tregtimin jashtë bursës që u rrit të ndjeshëm. Një fshat zviceran thuajse është dukur pasi një pjesë akullnaje e shkëputur nga Alpet zvicerane shkatërroi pjesën më të madhe të një fshati malore, e cila ishte evakuar më parë pas lajmërimeve për rrezikun e kanosjes. Autoritetet e vendit kanë ngritur alarmin e kuqin në të gjithë zonën përreth fshatit në Zvicër. Një person aktualisht është i zhdukur, thanë zyrtarët. Një video e shpërndar në mediat sociale tregoi momentin dramatik kur akullnaja u shkëshem pjesërisht duke krijuar një rreth të madhe që mbuloi një pjesë të malit, ndërsa shkëmbinjtë dhe mbeturinat ranë në drejtim të fshatit Blaten. Zyrtarët bëjnë me dije se miliona metra kub shkëmb dhe tokë janë rrëzuar, që kur Blaten u evakua për herë të parë këtë muaj, ku një pjesë e malit pas akullnajes filloi të shkërmoqej, duke shkaktuar paralajmërime se mund të rrëzonte masën tjetër të akullit. Presidenti Kolumbis ka ngritur alarmi se ndaj tij ishte përgatitur një plan për eliminimin fizik nga mafia shqiptare e Dubait. Me anë të një reagimi në X, presidenti kolumbian Gustavo Petro ka akuzuar grupet shqiptare të kokainës për lidhje të forta me autoritetet e Ekuadorit. Votaron por el no. Mafia shqiptare ka kërkuar të më eliminoj fizikisht. Alarmin e ka ngritur presidenti Kolumbis, Gustavo Petro, i cili me anë të një reagimi në X ka hedhur akuzat të forta ndaj grupit të Dritangjikës në Abu Dhabi. Ky quhet karteli i trafikimit të drogës me seli në Abu Dhabi. Ata kontrollojnë një rrjet prokurorësh dhe portin e Bonaventurës. Ata janë autorët e vrasjes së prokurorit paraguajan Peci dhe arritën të mbulonin mendjet e vrasjes në zyrën e prokurorit, shkruan Petro në publikimin e tij, duke shtuar më tej se ata janë përpjekur të më vrasin por pa sukses. Kjo nuk është hera e parë që presidenti kolumbian flet për këtë strukturë, pasi gjatë mbledhjes të Këshillit të Ministrave më 10 mars 2025, ai deklaroi publikisht se jeta e tij është në rrezik dhe akuzoi drejt për drejt të shoqëruar një juntë e re drejtuese e narkotrafikut me selin në Dubai, si organizatë që po planifikon vrasjen e tij. Autoritetet ligjbatuese në Abu Dhabi të Emirateve të Bashkuara Arabe kanë arrestuar të hënën Dritangjikën, i cili konsiderohet si kreu i mafjes shqiptare të trafikut të drogës në Ekuador. Operacioni është koordinuar nga njësia kombëtare e Interpolit në Ekuador në bashkëpunim me homologët e tij në Spanjë dhe fal punës hetimore dhe shkëmbimit të informacionit përmes programit Pakto 2. Gjika është subjekti i 2 njoftimeve të kuqe të Interpolit për trafik droge, pastrim parazh organizat kriminale. Ai akuzohet për ndërtimin e operacionit të sofistikuar trafikimi me ndihmën e biznesmenëve me ndikim të lidhur me nivelet më të larta të qeverisë dhe të mbrojtjes nga shefi i policisë së Ekuadorit. Për te fakti që gjika lindi në 28 dhjetor 1976 në Shkodër, ka pak gjumë të jetës së tij të hershme. Gjika shkoi për herë të parë në Ekuador në vitin 2009, kur ishte 33 vjeç. Në vitin 2013 ati u dha shtetësia dhe u vendos në Guayaquil, zemra ekonomike e Ekuadorit. Kemi ardhur në fund të këtij edicioni informativ, zonja dhe zotrinj. Për zhvillimet më të fundit na ndiqni në faqen tonë të internetit @2cnn.com. Po ju lë në shoqërinë e koleges Denisa Pasholli me editari, ndërsa bashkë do të qemi në edicionin e radhës së orës 15. Mirupafshim.